stabilitetin e vendit, në krijimin e politikave aktive në interes të qytetarëve, e jo e kundërta ende pa u zgjedhur të krijojnë mjegull, të krijojnë huti dhe të krijojnë procese ku barten votat dhe transferohen votat dhe vullneti i shenjtë i qytetarëve, edhe kjo mund ndikoj pastaj edhe në uljen e numrit votuesve, sepse çka nëse votën time unë kam dhënë për një X kandidat dhe ajo i shkon një kandidati tjetër. Pra është proces shumë kompleks, por hetimi penal do t'i zbarë shumë çështje, pastaj mbi bazë të atyre raporteve, partitë politike duhet t'i thirrin mendjes mirë dhe në lista të kemi kandidat kredibil të cilët vërtet e bëjnë krenar në radhë parë partinë, pastaj edhe të zgjedhurit e tyre dhe qytetarët, dhe pastaj kemi kualitetin kuvend që mendojnë vërtet për politika zhvillimore, nuk mendojnë vetëm për rritjen e numrit votave, vetëm për mundjen e kandidatit oponent brenda partive politike e kështu me radhë. Pra, është komplekse, por po besoj që është koha fundit që t'i jepet një herë mirë zgjidhje kësaj çështje në të gjitha aspektet.